Është momenti shikues për gatuar recetën e radhës tek Shijanës, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme, megjithatë shumë e shëndetshme. Hiç më shumë e hiç më pak se 10 minuta na merr kohë, pa humbur kohë, po e lëshojmë me një herë shporetin në temperaturë mesatare. Derisa atë na nxehet shpejt e shpejt, ju tregoj çka do të gatuajmë sot. Kemi tortilla me pule perime, kemi petat e tortijave, të cilat do t'i skuqim në forterën e pallaqinkave, secilën nga pak gjalp, ku do të fitojmë një petë krokante dhe të lëngshme dhe shumë të shijshme, pastaj duke aromatizu gjalpa vetë. Çka kemi këtu afër neve? Afër neve kemi file pule, të cilën e kam marrë dhe i kam prej të gjata, të holla. Pastaj kam ble 2 speca, një të kuq e një të gjelbërt. I gjelbërti është pikant, thashtë ju bëjt ftuarve tortilla djegsta. Besoj që kam ju pëlqy. Kemi një qep të kuqe që e kam ngri, sepse specin bashkë me qepën e kuqe dhe me majdanozin, kemi majdanoz të freskët, me vajin më të mirë. E kësa të dishtë monini, do t'i fërgojmë në fortere. E më vonë, pas perimeve, do të shkojmë edhe me pjekjen e pulës. Pulën do ta marinojmë me majonez dhe këtu në këtë kam 4 lloje të erëzave. Kam biberin e kuq, kam rozmarinin, kam majdanozin e terur dhe kam oreganon. Dhe qërshia për fund, kur t'i pjekim, kur ta zbusim dhe ta pjekim specin në fund, do t'i shtojmë edhe puntin aceton balsamico, që është e trash nga punti më e mira, e cila do t'jep një ekstra shije delikate këtyre tortijave. Shkojmë me njëherë me pak vaj, ja kështu. Me njëherë do të vendosim qepën e kuqe, ja. Bashkë me qepën do të vendosim edhe specat. Ja, pra, wow. Perimet kanë fillu që të skuqen. Dhe, derisa të skuqen, unë them që të filloj marinimin e pulës, se derisa ato të piqen mirë, falshojnë aromën, edhe kjo e merr aromën e vetë, dhe do t'i marinojmë. Atëherë, gjitha erëzat që ju përmenda më herët, do t'i vendosim ja këtu, ja kështu. Dhe, okej, mirë është kjo. Ja, po e vendosi këtu që ta shihni. Do të marrim majonezin, vendosim majonez, ja kështu. Besoj është mjaftueshëm. Marrim vetëm pak vaj ulliri monini, që është më i mire, ja kështu. Po e vendosi dorëzën, sepse me dorës përzihet më mirë, dhe ja kështu. Do ta marinojmë pulën mirë. Hajde kamera, hajde sake, ja. Po vendosim pak krip të detit, se isha duke haru. Dhe pak piper të zi. Bili, adin qka edhe të speci po vendosi pak biber të zi këto. Edhe pak krip deti. Hajde sake, ja. Dal nga dal. Kam fillu që specat të të kurren, edhe qepa, o zë çfarë arome. Ja, pra, si që duken specat, kam fillu tashmë të zbuten e të të kurren bashkë me qepën. Aj. Me qep që tash i kisha tynja 2 vezë. Edhe pak ajvar. Po jo, po bëjmë diçka tjetër super të shishme. Okej, vetëm edhe pak, do të vendosim pastaj majdanozin dhe aceton balsamico. Mos harroni, shkoni, duhet secila shtëpi. Jo pse e kam bashkëpunëtor puntin. Secila shtëpi duhet ta ketë këtë lloj balsamico. Pra, specat po e shoh që i kemi gati. Atëherë, tani çka do të bëjmë? Do të marrim majdanozin, ja.
ta marim të tërën, ja, kemi pra një tuf majdanos të freskët. Atëherë, specat i kemi gati, ja, do t'i vendosi në këtë enën këtu, ja. Ja, kështu. Specat i kemi vendosë aty, tani do t'a pastrojmë ja kështu për terën, do t'a largojmë yndyrën e përdorur, ja, mirë, sepse është momenti që në fërterën e njëjtë, ja, po lëshoj shpëretin, ta pjekim edhe pulën dhe me njëherë do të shkojmë me përsëritjen me vajin më të mirë italian Monini, ja kështu. Derisa të na nxehet vaji, tani te specat, ju thash se do të vendosim pontin aceto balsamikun më të mirën, ja kështu. Ja kështu, besoj që mjafton. Dhe tani me një lupë, ja kështu, do ta përzijem mirë. Ja pra. O zë qëfar arome, a? S'kom qare pa e provu. Hajde, ca kita provoj? Hajde. Wow. A dini qëra po mungon? Hudra. Një sekund. Ja. Këtu kemi hudër pluhur. Ja. Përdorim pak hudër pluhur. Hudra. Do ta rregulloj ende më shumë. Nëse nuk jeni adhurus hudrës, mos vendosni, por po më duket që shpika diçka sot, këtë mund ta përdorni edhe si një lloj sallate. Wow, fantastike, a? Okej, do ta lëm këtu. Edhe kjo është gati. Dhe është momenti për të pjekur pulën, ja. Vendosim të tërën, ja kështu. Ja, pra. Wow, pula, do me thonë për ju thëmë, inhalim me super aromë. S'kom qara, s'unë për durona. Për 2 minuta pula është gati, me qenë se pulën e kemi gati, të talëshojmë me njëherë pa humbur kohë. Plakën tjetër të shporetet, kemi pra fërtire të palaqinkës. Tek se cila petë do të vendosni vetëm pak gjallë, ja kështu. Tani, do ta marrim edhe këtë enë dhe do ta vendosim këtu. Okej, gjalpa na është shkri, pulën do ta largojmë këtu, dhe me njerë do të marrim një petë, ja. Ta marrim petën dhe ta vendosim tek fërterja e palaqinkave. Në të dy anët, ose jo, vetëm në njërën anë do ta skuqim. Ja. Presim tani pak dhe do ta mbushim me pulën, specat dhe no koment. Dhe tani është momenti, ja. Ta kthej petën. Ja, pra, peta na është skuq, do ta largojmë. Do të vendosim përsëri pak gjallë, ja kështu. Dhe do të vendosim petën tjetër. Tu e kemi petën e gatshme, që e kemi skuq, o zot, kemi krokante, dhe me njëherë do të vendosim pulën, ja kështu. Ja, pra, kemi mbush me mishin mirë. Tani do të marrim pak nga perime, ja kështu.
do të shkojmë me mbylljen, duke filluar kështu. Kështu. Ja kështu. Ja pra këtu kemi një ndims të shkupi dhe tortilla është gati. Ja pra, edhe peta e radhës, u kolla. Është gati. Do të shkojmë me petën e fundit. Ja, përsëri pak gjallë. Dhe përsëritje. Ja, kështu. Ta vendosim me një herë petën. Dhe këtë që e kemi mbyllur, ta vendosim te kjo pjata këtu, për të ftuarin. Dhe do të mbyllojmë mbushjen e radhës. Do të shkojmë me mishin, ja kështu. Ja. O zot sa e mirë. Do të marrim tani nga perime, nga speci, majdanozi, kemi hudrën, qepën e kuqe, o zot, dhe paketet që atë qepto, balzamiko, ja dhe qepa është karamelizu. Dhe procedura e njëjtë, pra do të shkojmë kështu, pastaj kështu, tani do ta mbyllim mirë kështu, dhe me ndihmën e këtij shkopi do ta mbyllim kështu. Shikues, kjo pra ishte dreka për sot, më falni për zërin, por çdo kur veç është holl, e kënaqem në fund, mezi po flas. Tortilla me pulë dhe perime, ja po I vjen o zot, nuk e di për shijen, por mezi spres që Albani dhe Muhamedi ti provojnë. Shpresoj kom bo mirë, edhe juve I dumshin duart për të gatuani. Film, shumë e Fala, më në shumë aftil me vete?